Skijimi në borë, harmonia mes njeriut, natyrës dhe sportit. Skijimi në borë është një nga sportet dimërore më të vjetra dhe më të tërheqëse në botë. Ai nuk përfaqëson vetëm një aktivitet fizik, por dhe një mënyrë jetese, një lidhje të ngushtë mes njeriut dhe natyrës, si dhe një traditë kulturore që ka evoluar në ndër shekuj. Nga shpatet e mbuluara me borë në vendet nordike deri te qendrat moderne turistike alpine. Skijimi ka kaluar nga një mjet mbijetese në një sport profesionist dhe argëtues për miliona njerëz. Ky dokumentar synon të paraqesë historinë e skijimit, llojet kryesorë të tij, rëndësinë sportive dhe shëndetësore, si dhe ndikimin që ka në turizëm dhe mjedis. Ju ftoj të na bëni subscribe në kanalin tonë. Historia e skijimit. Origjina e skijimit daton mijëra vjet më parë. Dëshmitë më të hershme janë gjetur në Skandinavi dhe Siberi, ku njerëzit përdornin drasa druri për të lëvizur mbi borë gjatë dimrave të ashpër. Në atë kohë skijimi nuk ishte sport, por një domosdoshmëri për gjueti, udhëtime dhe mbijetesë. Me kalimin e kohës, sidomos në Norvegji, skijimi filloi të merrte formë si aktivitet rekreativ dhe garues. Në shekullin 19 u organizuan garat e para zyrtare, ndërsa në shekullin 20 skijimi u përfshi në lojrat olimpike dimrore, duke u kthyer në një sport ndërkombëtar. Zhvillimi i teknologjisë solli përmirësime të mëdha në pajisje, ski më të lehta, këpucë më të sigurta dhe sisteme mbrojtëse që rritën sigurinë dhe performancën e sportistëve. Llojet kryesore të skijimit. Skijimi në borë ndahet në disa disiplina, secila me veçoritë dhe rregullat e saj. Skijimi alpin është forma më e njohur e skijimit. Praktikohet në pista të përgatitura, zakonisht në male, përfshin disiplina si slalomi gjigant dhe zbritja e lirë. Ky lloj skijimi kërkon teknikë, shpejtësi dhe kontroll të mirë të trupit. Skijimi nordik përfshin skijimin në distancave të gjata dhe kërcimet me ski. Ai kërkon qëndrueshmëri fizike dhe është shumë i lidhur me traditat skandinave. Freestyle dhe snowboarding janë format më moderne, më të preferuara nga të rinjt. Ato përfshin kërcime, figura akrobatike dhe krijimtari në lëvizje. Snowboarding, edhe pse përdor një drast të vetme, konsiderohet pjesë e sporteve të borës dhe ka popularitet të madh. Rëndësia sportive dhe shëndetësore. Skijimi është një aktivitet fizik shumë i plotë. Ai angazhon pothuajse të gjithë muskujt e trupit, veçanërisht këmbët, barkun dhe shpinën, përmirëson balancën, koordinimin dhe qëndrueshmërinë. Nga ana shëndetësore, skijimi ndihmon në forcimin e zemrës dhe mushkërive, përmirësimin e qarkullimit të gjakut, uljen e stresit dhe përmirësimin e gjendjes mendore. Kontakti me natyrën, ajri i pastër malor dhe peizazhet e bardha ndikojnë pozitivisht në shëndetin mendor, duke sjellë qetësi dhe ndjenjë lirie. Skijimi dhe turizmi dimror. Skijimi ka një rol shumë të rëndësishëm në zhvillimin e turizmit dimror. Shumë vende kanë ndërtuar ekonomi të forta rreth qendrave të skijimit. Resortet alpine ofrojnë jo vetëm pista skijimi, por dhe hotele, restorante dhe aktivitete të tjera rekreative. Edhe në Kosovë dhe Shqipëri, zonat malore si Brezovica, Dardha dhe Boga kanë potencial për zhvillimin e skijimit dhe turizmit dimror. Investimet në infrastrukturë dhe promovim mund ta kthejnë skijimin në një burim të rëndësishëm ekonomik dhe kulturor. Ndikimin e mjedis dhe kujdesi. Megjithse skijimi sjell përfitime ekonomike dhe sociale, ai mund të ketë ndikim negativ në mjedis, si shkatrimi i habitateve natyrore apo ndotja. Prandaj është e rëndësishme që zhvillimi i turizmit dimror të bëhet në mënyrë të qëndrueshme. Përdorimi i energjive të rinovueshme, mbrojtja e pyjeve dhe ndërgjegjësimi i sportistëve për ruajtjen e natyrës janë hapa të domosdoshëm për të ruajtur ekuilibrin mes njeriut dhe mjedisit. Skijimi në borë është shumë më tepër se sa një sport. Ai është histori, kulturë, shëndet dhe bashkëjetesë. Nga rrënjët e tij të lashta deri te garat moderne olimpike, skijimi vazhdon të frymëzojë njerëz të gjitha moshave. Duke përgatitur me përgjegjësi dhe respekt për mjedisin, skijimi mund të mbetet një pasuri e çmuar për brezat e ardhshëm, duke ofruar jo vetëm argëtim, por dhe mësime të rëndësishme për disiplinën, bashkëpunimin dhe dashurinë për natyrën.